Dhe Gjesi unë them këtu se duket se ka dalë nga një familje shumë e mirë dhe me do mos do që do të arrije të reflektojë në mënyrën pozitive për jetën e tij dhe pse jo për jetën e prindërve të tij, sepse të gjithë prindrit dëshirojnë që të shikojnë sa më të mirën edhe më të mirën për fëmijën e tyre. Dhe më kanë gjallë shumë emocione. Një dashuri që nuk përshkruhet sidomos mes prindërve, një dashuri që të lën pa fjalë fare. Flasin thjesht flasin vepra. Pse nuk pati Manjola një takim mes tyre edhe mes Eglit? Nuk kishte e nevojshme fare, sidomos pas hyrjes së dytë Egli, se si po qëndron Egli, se si po loz Egli, se çfarë lloj dinamike Egli e ka përdorur me hyrjen e dytë. Ajo thot kam krijuar barriera për të mbrojtur vetveten e saj, por unë kam thënë dhe më herët, Egli nuk është se ka qenë shumë e dashuruar, thjesht ka qenë e fiksuar pas Gjestit. Edhe pse ajo këtë lloj fiksimi, unë them përsëri nuk e ka hequr, sepse ndoshta varet don ta arrijë atë të veten që unë duhet ta kem këtë djalë, ose tani edhe nuk don ta ketë fare. Dashuri kam qenë gjithmonë e lëkundur për dashurinë e Eglit ndaj Gjestit. Pëlqim po, simpati po, nuk e mohoj që nuk ka pasur, por ata nuk kishin shkas se ta takoni një vajzë të cilën dhe vetë Gjesti nuk e dashuron, nuk ka shprehur ndjenja për të. Pse t'i jepni një arsye më të fortë Eglit për të menduar se mua më kanë shikuar këta me një ndjenjë ose me një sy tjetër e kanë parë marrëdhënien time mes Gjestit. Kur kjo nuk është një marrëdhënie çiftore, një marrëdhënie tani as miqësore jo, një marrëdhënie konfliktore mund ta quaj mes njëri tjetrit, edhe pse Gjesti tani mundohet ta ketë sa më afër Eglin, por nga ana shoqërore përsëri e thekson, unë du të kem thot një mirë kuptim dhe madje i qartësuan gjërat të dy. Madje më pëlqeu shumë kjo mënyra që kërkuan falje dhe ja pranuan falje njëri tjetrit. Edhe në disa raste nuk është shumë e nevojshme kërkimi i faljes kur nuk ke për çfarë kërkon, sepse shpesh herë njerëzit të kërkojnë falje kur nuk e dinë arsyeën e kërkimit të faljes. Në disa raste më pëlqeu dhe kërkimi i faljes së tyre. Mirë, Manjola, kemi pasur edhe një bisedë mes Eglit edhe Gjestit në oborrin e shtëpisë ku ka sjellë sërish pra vëmendjen e marrëdhënies së tyre të dikurshme, por edhe pritshmëritë e publikut. Pyetja ime është çfarë nënkuptonte Egli kur tha se Gjesti ka llogari për dhënë. A ishte kjo një provokim apo le të themi një kërkesë për sqarim nga ana e tij? Thjesht një mënyrë kërkese për ta sqaruar ose një dinamike re e Eglit për ta përdorur në atë lloj momente për ta nxitur Gjestin për të thënë disa fjalë ndoshta që Egli mendon se nuk i ka thënë kundrejt saj, ose për ta nxitur nuk mendoj se ka qenë domethënë në atë lloj mënyre, në atë lloj pike që njerëzit mund ta marrin nga ana e Eglit, sepse edhe Egli mund të themi ka treguar veten që është një vajzë e kulturuar dhe një vajzë që fal shumë. Dhe një vajzë vetëm mua nuk më pëlqen veç në një aspekt e Egli që është shumë përndjekse dhe nga ana veprimeve është përndjekse, por dhe nga ana mënyra e komunikimit. Jo se ka veprime domethënë të qëllimshme për të kaluar këtë lloj dy nuancat e cilat ajo i ka përdorur për vetveten e vet. Unë thjesht mendoj për ta nxitur, për të dëgjuar ndonjë fjalë që Gjesti ndoshta nuk ja ka thënë, ose Egli për të ngjallë ndoshta ndonjë shpresë për veten e vet kundrejt Gjestit që mendoj se ajo du ta kuptojë se shpresa nuk ka për një krijim marrëdhënie dhe as miqësore. Besoj se këta dy kur të mbarojë ky format, unë mendoj se këta të dy nuk do të kenë as marrëdhënie miqësore mes njëri tjetrit. Jo se nuk do të përshëndeten, jo se do të kenë ndonjë pakënaqësi ndaj njëri tjetrit, por thjesht miqësore jo. Thjesht unë mendoj se këta të dy e dojnë ndarjen nga njëri tjetri. Secili të shikojë një rrugtim të vetin dhe mos të kenë përputhshmëri as në komunikim, as në pëlqim, as në simpati, as në marrëdhënie, as një lloj gjëje. A duhet Manjola ta sqarojë Gjesti pra publikisht ndrimin e tij që ka ndaj Eglit për t'i dhënë fund pra edhe këtyre spekulimeve që po ndodhin? Unë nuk e mendoj se çfarë kërkon publiku, domethënë nga ana e Gjestit, çfarë lloji sqarimi. Thjesht Egli e ka lejuar vet, nëse e ka lejuar për ta përqafuar, ajo ishte domethënë me lejen e Eglit. Nëse e ka lejuar që të flenë bashkë, ajo ishte me lejen e Eglit. Nuk është se e detyroi vajzën ta përqafonte me dhunë, nuk është se e detyroi të flinte bashkë me dhunë. Nuk e kuptoj ku është sqarimi. Nëse një vajzë ja toleron, ja lejon vetes që një mashkull të bëjë çfarë të dojë tek ajo, atëherë në kërkesa llogarisë bie mbi veten tënde, jo mbi mashkullin që ti e ke për krah. Sa do ta pëlqesh një mashkull kur ai nuk ta ka kthyer kundrejt pëlqimin që ti ke për të, ti çfarë pret atëherë nga ai? Nëse ti e lejon atë të prek, ai do të prekë.
qof nga ana, domethënë e veprimeve dhe nga ana e komunikimit. Egli vetë ja ka lejuar vetes dhe nuk e kuptoj kur është ku kërkohet këtu sqarimi. Kjo është një pikë pyetje për mua, sepse gjithmonë e ka thënë nuk kam ndjenja për këtë vajzë. Mua më pëlqen të rri me të. Mua më pëlqen, më shkon muhabeti më mirë, më shkon komunikimi me të, ose më pëlqen se është e hidhur si vajzë, është si vajzë lozonjare. Është Egli. Dhe prandaj e ka pëlqyer në këtë lloj pike dhe ja ka pëlqyer disa karakteristika që i ka Egli, jo se e ka pëlqyer në formën që Egli dëshiron. Dhe sqarimi këtu është pikpyetje për mua. Nuk e di çfarë kërkon dhe publiku dhe banorët aty, një lloj sqarimi. E qartë. Mirë Manjola, për të mbyllur sepse jemi në fund, a e sheh Eglin si finaliste apo fituese? Të them të drejtën, as finaliste as fituese jo. Nuk e shikoj, jo se nuk e meriton, është një vajzë për ta merituar, por ka disa banorë aty të tjerë që kanë lozur më shumë ose kanë lozur më pastër ose që e meritojnë të arrijnë finalen. E qartë. Edhe fitoren jo, pse? E qartë. Mirë Manjola, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen. Bashkë jemi sërish në emisionin e radhës.